Faleminderit shumë, i nderuar President Rinkević, të nderuar qytetarë, të nderuara media, të nderuar anëtarë të delegacioneve. Mirë se erdhët, zoti President, në Republikën e Kosovës. Sot kam kënaqësinë që uroj mirëseardhje në emër të qytetarëve të Kosovës. Në vendin tonë vlerësoheni si një mekqmuar i Kosovës dhe një mbështetës i palëkundur i rrugtimit tonë euroatlantik. Vizita juaj sot në Prishtinë, një muaj pas takimit tonë në kuadër të konferencës së sigurisë në München, është një dëshmi e marrëdhënieve të ngushta dhe tashmë të shkëlqyeshme ndërmjet Kosovës dhe Letonisë, të cilat janë ndërtuar mbi vlerat e përbashkëta, demokratike dhe një përkushtim të përbashkët për paqen dhe sigurinë rajonale dhe atë globale. Letonia sot është një partnere fuqishme e Kosovës, ju keni përkrahur jo vetëm procesin tonë të shtetëndërtimit, por edhe antarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare dhe fuqizimin e shtetësisë sonë nëpërmjet ndërtimit të shtyllave të fuqishme të shtetit. Prandaj sot dua të shpreh falënderimet tona të sinqerta për përkrahjen e vazhdueshme të Letonisë në këtë rrugtim. I nderuar President, Letonia e kupton më së miri pozicionin e Kosovës, duke qenë se të dy vendet tona kanë një të kaluar të dhimbshme e shumë të vështirë, por po ashtu kufizohemi me shtete fqinje agresore. Mirpo, sikurse Letonia, ashtu edhe Kosova, jemi të përkushtuara thellë për vlerat euroatlantike, për parimin e fqinësisë së mirë, gjithnjë duke ruajtur sovranitetin dhe integritetin tonë territorial. Andaj edhe roli i Letonisë si avokuese e vazhdueshme e integrimit të Kosovës në strukturat euroatlantike, por edhe në organizata siç është Këshilli i Evropës, është i një rëndësie të veçantë. Kosova vërtet ka nevojë për kampion sikurse ju, që do t'i prinë përpara mbështetjes në rrugtimin tonë evropian, dhe ne vlerësojmë fort faktin se në mesin e këtyre kampionëve jeni edhe ju. E ardhmja e Kosovës në Bashkimin Evropian nuk është jetike vetëm për ne si Kosovë, por mbetet parakusht edhe për një Evropë të lirë, të plotë dhe në paqe. Kosova po i prinë me përgjegjësi të lartë reformave të nevojshme në këtë rrugtim dhe shquhet tashmë për parafrimin e saj të plotë 100% me politikën e jashtme dhe të sigurisë së BE-s. Për më tepër në Kosovë gjeni edhe nivelin më të lartë të besueshmërisë së qytetarëve karshi BE-s, që gjithnjë në çdo fazë është mbi 90%. Andaj është edhe koha që me prioritet të largohen masat e padrejta që Bashkimi Evropian i ka akoma në fuqi ndaj Kosovës, dhe po ashtu sa më shpejt që të gjendet metoda, të gjendet mënyra dhe rruga përpara për statusin e vendit kandidat për Republikën tonë. Ne jemi mirënjohës edhe për mbështetjen tuaj në procesin e antarësimit në Këshillin e Evropës, siç e përmenda, por edhe bashkëpunimin ton bilateral në shumë fusha, nga mbrojtja, për të cilën diskutuam sot edhe më gjerësisht, deri tek fusha e arsimit, ku nëpërmjet Riga Graduate School of Law ka pasur një numër të madh të kuadrove nga Kosova që janë shkolluar atje dhe sot kontribuojnë në institucionet tona. Në dritë të zhvillimeve gjeopolitike, siguria rajonale mbetet një prioritet e përbashkët, prandaj vlerësojmë jashtëzakonisht shumë vendimin e Letonisë për ta zgjatur pjesëmarrjen e saj në misionin e NATO-s në Kosovë, në KFOR, deri në dhjetor 2025 me 140 ushtar letonez, të cilët aktualisht shërbejnë në Kosovë dhe të cilëve u shprehin falënderimet tona për këtë shërbim. Ky angazhim është një kontribut i çmuar për paqen dhe stabilitetin në rajonin tonë, dhe ne ju jemi thellësisht mirënjohës juve dhe çdo ushtari që ka shërbyer deri sot dhe vazhdon të shërbejë në Kosovë. Në këtë kontekst, në takimin e sotëm ne diskutuam edhe mundësitë për zgjeruar bashkëpunimin në fusha të ndryshme, siç e përmenda përfshir fushën e mbrojtjes, si dhe angazhimin e përbashkët për zgjerimin dhe avancimin e kapaciteteve mbrojtëse. Si rezultat i sfidave të reja të sigurisë, diskutuam edhe për modalitetet që Kosova po ashtu të kontribuojë në mënyrë aktive në arritjen e objektivave të përbashkëta në fushën e sigurisë në kontinentin tonë. Shteti i Kosovës mbetet një partner i përkushtuar në sigurinë globale dhe kjo e dëshmon edhe mbështetja jone palëkundur për Ukrainën, por edhe pjesëmarrja në misione të tjera ndërkombëtare.
Përderisa shteti dhe rajoni ynë akoma përballen me veprime destabilizuese të Serbisë, është me rëndësi që BE-ja të ketë një përgjigje të qartë ndaj veprimeve të tilla të cilat synojnë që rajonin tonë ta kthejnë drejt së kaluarës dhe konflikteve. Kosova ka bërë çmos që të kontribojnë stabilitetin rajonal, përkundër faktit që vetëm këto 2 vitet e fundit vazhdimisht kemi pasur sulme agresioni nga Serbia në veri i vendit tonë, me synimin e qartë që të aneksohet territori ynë sipas modelit rus të aneksimit. Ne kemi bërë ballë me sukses këtyre synimeve të agresorit nëpërmjet forcave tona profesionale policore dhe me përkrahjen e aleatëve. Mirë po është me rëndësi që të ketë përgjegjësi për Serbinë, si për këto sulme agresioni në veri të Kosovës, ashtu edhe për sulmin ndaj ushtarëve të NATO-s në maj 2023, sepse mungesa e përgjegjësisë vetëm po i inkurajon Serbinë që të vazhdojë të përdorë dhunë në rajonin tonë. Zoti President, Kosova dhe Letonia ndajnë një vizion të përbashkët për një Evropë të fortë, të sigurt dhe të bashkuar. Sot e riafirmuam këtë partneritet dhe shprehëm angazhimin tonë të palëkundur për ta thelluar bashkëpunimin në të gjitha fushat me interes të përbashkët. Edhe një herë, ju falenderit juve, Zoti President, delegacionit tuaj për këtë vizitë pune dhe për mbështetjen tuaj të palëkundur ndaj Kosovës. Në Kosovë gjithnjë do të gjeni një popull mirënjohës, një aleat dhe partner të besueshëm dhe të përkushtuar, bazuar në vlerat që i ndajmë. Sa i përket takimit fundit me zotit Sorensen, keni përmend çështjen e dialogut, sidomos sa i përket draft statutit dhe vrejtjet që keni pas, desha të di cila ka qenë pak a shumë përgjigja e zotit Sorensen dhe a besoni që Bashkimi Evropian do të marrë parasysh vrejtjet që pala kosovare ka. Ndërsa për zotin presidentin do doja të merrja në mendim sa i përket mënyrës se si e ka pa dialogun deri me tani ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, se kemi parasysh që pala kosovare shpeshherë është anku se s'ka pas trajtim të barabartë nga ana Bashkimit Evropian të palëve. Duke qenë se kemi një të kaluar pak a shumë të njëjtë, siç e tha zonja presidenti, si e keni pa mënyrën se si është trajtuar realisht Kosova nga BE-ja në këtë çështje? Sa i përket takimit që kishim me përfaqësuesin e ri të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, zotin Sorensen, ne në detaje prezentuam vrejtjet tona sa i përket draft statutit të propozuar nga Bashkimi Evropian, dhe ky ishte më shumë një takim ku zoti Sorensen u njoftua rreth qëndrimeve tona, sesa që morëm qëndrime nga ana e tij, dhe kjo është krejtësisht normale sepse është fillimi i mandatit, mirë po u dakorduam që këto diskutimet vazhdojnë edhe më tej, për shkak se shumë prej tyre janë diskutime në nivel ekspertësh. Po flasim për çështjen në draft statutin e Bashkimit Evropian, që unë personalisht besoj se nuk janë në përputhje me Kushtetutën e Republikës së Kosovës, nuk janë në përputhje as me vlerat dhe normat e Bashkimit Evropian dhe standardet e Këshillit të Evropës pastaj, dhe po ashtu nuk janë në përputhje me vendimin e gjykatës kushtetuese të vitit 2015. Dhe një draft statut i tillë që bie ndesh me këto të trija nuk ka se si të hyjë në fuqi, dhe as nuk besoj që do të mund të kalonte çfarëdo testi në gjykatën kushtetuese, e cila tashmë ka vendosur standarde për shumë nga këto temat vendosura brenda draft statutit, siç janë kompetencat ekzekutive të asociacionit dhe shumë çështje tjera, në vetë vendimin e saj të vitit 2015. Pra, më shumë ishte takim njoftues rreth qëndrimeve tona, jo vetëm për draft statutin, por edhe për procesin e dialogut në përgjithësi. Ju e përmendet me të drejtë që vlerësimi ynë përgjatë këtyre viteve të fundit ka qenë që Kosova absolutisht nuk është trajtuar në përputhje me parimin e barazisë dhe balansin në këtë proces të dialogut. Ka qenë proces i njëanshëm, i cili e ka dëmtuar edhe vetë kredibilitetin e procesit. Tani me leadershipin e ri të Bashkimit Evropian, shpresojmë shumë që ky balans dhe kjo barazi të rikthehet në tavolinë, sepse do t'i ndihmonte edhe vetë kredibilitetit të procesit e si rrjedhoi, shpresoj që do të ketë rezultate më pozitive.